Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokanstra kundër të tjera, sot do të ndiqni. Universiteti Ekrem Çabe zhvilloi ceremoninë e diplomimit për brezin e studentëve 2024-2025 në një atmosferë festive dhe emocionuese. Rreth 500 të rinj në të dy ciklet e studimeve morën diplomat duke shënuar përfundimin e një etape të rëndësishme dhe nisjen e një kapitulli të ri. Sektori veterinaris në Gjirokastër ka rritur kontrollet në pikat e shitjes ushqimeve pranë shkollave për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve. Inspektimet verifikojnë kushtet e ruajtjes, datat e skadencës dhe dokumentacionin e produkteve që konsumohen më shpesh nga nxënësit. Për çdo shkelje merren masa administrative sipas ligjit. Kontrollet do të vazhdojnë gjatë gjithë vitit shkollor për të garantuar një mjedis ushqimor sa më të sigurt për fëmijët. Një jetë e kaluar mes stanit bagëtive dhe punës së palodhur. Ajo është dëshmia e gjallë se blegtoria nuk është vetëm zanat, është mënyrë jetese. Kjo është historia e Sose Sheshit, 77 vjeçares që ka rritur jo vetëm tufat, por që mban gjallë ekonominë dhe kulturën e zonave rurale. Tradita që ajo ka mbajtur gjallë ka kaluar nga duart e saj te fëmijët dhe niprit, duke u bërë pjesë e historisë së familjes. Përmeti dhe Memalia ju ndezën në shkëlqimin e dritave festive duke sjellë gëzim, ngrohtësi dhe emocion në çdo sheshe, çdo zemër. Atmosfera festive e krijuar nga zbukurimet dhe dritat shumëngjyrëshe do të shoqërojë këtë muaj këto qytete duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve, por edhe vizitorëve të ndryshëm. Për këto dhe të tjera informacione na ndiqni në vijim, ju njohim tani më gjerësisht. Universiteti Ekrem Çabe zhvilloi ceremoninë e diplomimit për brezin e studentëve 2024-2025 në një atmosferë festive dhe emocionuese. Rreth 500 të rinj në të dy ciklet e studimeve morën diplomat duke shënuar përfundimin e një etape të rëndësishme dhe nisjen e një kapitulli të ri. Universiteti Ekrem Çabe vazhdon të jetë një shtyllë e rëndësishme e formimit akademik dhe profesional në jug të vendit, duke u dhënë të rinjve një bazë të fortë për të ndërtuar të ardhmen. Për rreth 500 studentë që përfunduan studimet në të dyja ciklet gjatë vitit të kaluar akademik, sot ky institucion zhvilloi ceremoninë e diplomimit duke shënuar për të rinj të mbylljen e një etape të rëndësishme dhe fillimin e një kapitulli të ri. Unë kam mbaruar bachelorin në Tiranë për teknik imazherie dhe zgjodha ta vazhdoj masterin në Gjirokastër te Universiteti Ekrem Çabe. Kisha shumë dëshirë të kthehesha në qytetin tim dhe po ashtu këtu do vazhdoj të jetoj, shpresoj që të punoj në spital. Është një ditë shumë e rëndësishme për ne. Është diplomimi që ne kemi pritur kaq shumë pas kaq shumë kohësh dhe është fillimi i suksesit, është vetëm fillimi, jo mbarimi. Dhe jam shumë e lumtur për këtë ditë. Çfarë ke studiuar? Unë kam studiuar për infermierit e përgjithshme. Dhe dua ta zhvilloj degën në vendin tim. Kështu që shpresoj për më tej dhe për më mirë. Përfunduam bachelor, kam studiuar për anglisht, sot është dita shumë e lumtur për të gjithë ne. Ju uroj suksese të gjithë studentëve. Me shumë sakrifica, po besoj arritëm qëllimit. Ju mbaruat anglisht? Po, kam studiuar për anglisht. Po. Çfarë pret? Je punësuar, do punësohesh? Po, shpresoj, do një vend të mirë pune. Rektori Hocana, i cili hapi edhe organizimin e kësaj ceremonie të titulluar nga auditorët në jetë, theksoi rolin e këtij institucioni akademik në përgatitjen e të rinjve për tregun e punës, ndërsa uroi studentëve suksese të mëtejshme. Të nderuar studentë të diplomuar, ju do të ngeni dhe jeni emisarët dhe ambasadorët më të mirë të Universitetit Ekrem Çabe të Gjirokastër. Unë në emër të stafit akademik të Universitetit Ekrem Çabe, në emër të stafit e ndihmës akademike, në emër të gjithë studentëve që aderojnë në universitetin tonë, do t'ju uroja të gjithë juve sot të diplomuar suksese në jetë, suksese dhe punë të bardhë. Sapo arritët në një finish, por shumë shpejt do të nisni një start të ri dhe jam e bindur që falë kompetencave dhe aftësive të fituara në këto vite, do të dini të shkëlqeni njësoj si sot. Faleminderit dhe mirënjohje pafund për profesorët tuaj dhe tanë, sepse nuk na krahasuan kurrë me askënd, por fal punës dhe profesionalizmit të tyre, ditën nxjerrin veten tonë më të mirë. Dhe një mirënjohje pafund për të gjithë ata që më shumë se sa kur kemi sukses, ju duan kurrizoheni, prindit dhe familjarët tuaj.
Ceremonia përfundoi me shkrepjen e fotove si një kujtim të këtij momenti të rëndësishëm. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Visala, inspektoi punën në qendrën kombëtare të urgjencës mjekësore, ku njo nga afër mbi funksionimin e qendrës thirrjeve 127, koordinimin me ekipet në terren, si dhe përdorimin e teknologjive të monitorimit në kohë reale, të cilat garantojnë reagim të unifikuar dhe të shpejt në të gjithë vendin. Duke vlerësuar angazhimin e stafit që punon pa ndërprerje, Ministria Sala theksoi rëndësinë e përgatitjes së sistemit për periudhën e ngarkuar të fundvitit. Qendra Kombëtare Urgjencës Mjekësore numëron për gjatë 10 viteve aktivitet rreth 3.5 milion thirrje të trajtuara dhe mbi 800.000 misione të realizuara në banesë. Kapaciteti i kësaj qendre është trefishuar me flotën e re të autoambulancave, të cilat janë të pajisura me aparatura moderne duke garantuar ndërhyrje të shpejtë e të sigurt në të gjithë vendin. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Visala, e shoqëruar nga drejtori i Urgjencës Kombëtare Mjekësore Skënder Brataj, zhvilluar një vizitë në këtë qendër duke u takuar nga afër me personelin mjekësor dhe stafet e angazhuara aty. Kthehesh menaxhimi në momentin që i bën save misionit, infermierja e menaxhimit hap misionin dhe i del ambulanca që është më afër qytetarit. Dhe klikon mbi ambulancën nisë thirrje. Sa më mirë është menaxhuar sistemi, është më shumë jetë shpëton, është matematikë thjesht. Salla e maks emergjencës. Kjo është maks emergjencë. Që është përdorur sigurisht në kohën e tërmetit dhe në pandemisë. Po. Kjo është një sallë e cila, nëse ndodh diçka, në kohën zero aktivizohet. Dhe ndërkohë këtë e përdorin edhe për trajnime. Gjithë stafi i që vijnë, sepse duhet të jesh vetëm mjek. Jo, absolutisht është skuadra atje dhe niveli i përshtatjes me teknologjinë që ndryshon, ne dimë që teknologjia digjitale ndryshon aq shpejt sa. Tu jemi dhe në sallën e trajnimeve, dhe në sallën e mbledhjeve, këtu diskutohet çdo gjë, mësohet çdo gjë dhe vjen gjithë Shqipëria. Ne kemi kaluar mbi 10.000 vetë trajnime këtë sallë. Është e parë që takoj falenderoj për gatishmërinë, për korrektesë, për operacionalitetin që keni, sepse është zemra e sistemit shëndetësor. Një qendër si kjo për përgatisim edhe në Vlorë, që nuk këtë informacion të menjëhershëm. Duke kaluar dhe në qendra tjera, duke zgjeruar qendra tjera, pastaj është dhe më afër pacientit, besoj apo jo. Stafet e urgjencës prezantuan protokollet e reja të menaxhimit të flukseve dhe mobilizimin e rjetit të autoambulancave dhe motoambulancave në zona me risk të shtuar për të siguruar mbulim të plotë gjatë periudhës festive. Qendra Kombëtare Urgjencës Mjekësore me ekipe në gatishmëri të plotë 24 orë në ditë, 7 ditë javës, është angażhuar në përballimin e çdo emergjence dhe në ofrimin e ndihmës shëndetësore në çdo kohë për qytetarët. Sektori i veterinarisë në Gjirokastër ka rritur kontrollet në pikat e shitjes ushqimeve pranë shkollave për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve. Inspektimet verifikojnë kushtet e ruajtjes, datat e skadencës dhe dokumentacionin e produkteve që konsumohen më shpesh nga nxënësit. Për çdo shkelje merren masa administrative sipas ligjit. Kontrollet do të vazhdojnë gjatë gjithë vitit shkollor për të garantuar një mjedis ushqimor sa më të sigurt për fëmijët. Sektori veterinaris pranë bashkisë Gjirokastër ka intensifikuar kontrollet për produktet ushqimore që tregëtohen në ambientet përreth shkollave. Inspektimet janë fokusuar në dyqanet dhe kioskat pranë institucioneve arsimore, me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore për nxënësit. Ne kemi dalë disa herë kontroll në për tregtarët ambulant që tregtojnë produktet e tyre të shkollat. Edhe kemi konstatuar që shiten disa produkte të lëngshme që mund të rrezikojnë shëndetin e fëmijëve. I kemi këshilluar zonjat që shesin atje që të mos i tregtojnë më, kemi shtruar prap kontrolle dhe nuk janë tregtuar me ato produkte. Kontrollet kanë përfshirë verifikimin e kushteve të ruajtjes së produkteve, datat e skadencës, etiketimin si dhe dokumentacionin përkatës të tregëtimit. Për çdo shkelje të konstatuar janë marrë masat administrative të parashikuara me ligj. Produktet e tjera kemi kontrolluar skadencat, gjërat e tjera dhe kanë qenë në çdo gjë në rregull. Kemi shkuar në të gjitha shkollat e qytetit, pavarësisht që ne kemi ndaluar këto shitjen e këtyre produkteve me ngjyrus, me gjëra kështu që mund të rrezikojnë shëndetin e fëmijëve,
Ne përsëri pothuajse çdo javë kemi kontrolluar këta tregtarët ambulant që të mos i tregtojnë më këto produkte. Kontrollet do të vijojnë në mënyrë periodike gjatë gjithë vitit shkollor, me synimin për të garantuar një mjedis sa më të sigurt ushqimor për fëmijët. Në përmet, po rritet ndjeshëm interesi për kultivimin e fidanëve frutor, veçanërisht të ullirit. Specialistët e bujqësisë theksojnë se zona ka kushte shumë të favorshme klimaterike, por u bëjnë apel fermerëve të ndjekin teknikat e sakta të mbjelljes për të siguruar prodhim cilësor dhe jetëgjatësi të pemëve. Në zonën e përmetit po vërehet një rritje ndjeshme interesit për kultivimin e fidanëve frutor, veçanërisht të ullirit. Agronomi Robert Stefanidi thotë se kushtet klimaterike të kësaj zone janë mjaft të favorshme për rritjen e ullirit. Interes në rrethin e përmetit vitet e fundit ka patur edhe kultivimi i ullirit, gjë që s'ka qenë në vitet e tjera, domethënë sepse ka filluar që koha ka ndryshuar, temperaturat janë rritur, dimrat nuk janë më siç kanë qenë në të acarta dhe me ngrica dhe ka filluar shumë interes kultivimi i ullirit. Më pak interes ka patur rushi sepse janë bërë në fillim vreshtat dhe tani njerëzit janë kthyer më shumë te ulliri. Specialistët e bujqësisë u bëjnë thirrje fermerëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë mbjelljes dhe rritjes së fidanëve, duke respektuar teknikat e duhura, me qëllim që pemët të sigurojnë prodhim cilësor dhe jetëgjatësi. Toka të jetë me kanalizime të mos ketë lagështirë të tepër, se krijon kalbjen e rënjve dhe asgjë tjetër, domethënë dhe plerimi dhe mbjellja e duhur në kohën e dur. Kujdesi më i madh është po kujdesi kur ata fillojnë domethënë në periudha e marsit dhe prillit fillon çelja e tyre, atëherë duhet kujdesja më e madhe. Aty duan kujdes, duan spërkatjet e para se sëmundjet, domethënë edhe janë shtuar, rreshjet kanë bërë punën e tyre, lagështira bën që kërpudhat të rriten më shpejt dhe të ketë më shumë sëmundje. Interesi në rritjen për fidanët frutor dhe sidomos për ullirin pritet të sjellë zhvillim të mëtejshëm në sektorin e bujqësisë në zonën e përmetit. Investimet në kultivime të reja pritet të ndihmojnë fermerët të rrisin shumëllojshmërinë e prodhimit dhe të plotësojnë më mirë nevojat gjithnjë në rritje të tregut. Një jetë e kaluar mes stanit, bagëtive dhe punës palodhur. Ajo është dëshmia e gjallë se blegtoria nuk është vetëm zanat, është mënyrë jetese. Kjo është historia e Sose Sheshit, 77 vjeçares, që ka rritur jo vetëm tufat, por që mban gjallë ekonominë dhe kulturën e zonave rurale. Tradita që ajo ka mbajtur gjallë ka kaluar nga duart e saj te fëmijët dhe niprit, duke u bërë pjesë e historisë familjes. Në moshën 55 vjeçare, Sose Sheshi nga fshati Kakozi, njësisë administrative Lunxhëri në bashkinë e Gjirokastrës, nisi të merrej me blegtori për të ndihmuar djalin e saj, i cili është përkushtuar këtij zanati. Që atyre ajo ka vazhduar me pasion këtë aktivitet tradicional. Ajo tregon se puna filloi me 20 të imta dhe me kalimin e viteve i shtonin gradualisht. Sheshi thotë se blegtoria ka qenë një traditë e familjes së saj dhe vazhdimi i saj është mënyrë për të ruajtur këtë pasuri të brezave. Kam qenë 55 vjeqe në blegtori. Punua me djalin bashkë. Filluam pak në pak, për vitë të kështuar, me rimondin e të tëra. Kjo është një traditë e familjes tuaj, ndaj nisë? Traditë e kemë patur të familjes. Për blegtori. Unë dhe ku kam qenë të flasë, ku kam qenë në kooperativë, kam qenë në lopë. 18 vjetë në lopë. Puna në blegtori është shumë e vështirë, thot ajo, por njëkohësisht edhe e bukur. Përkushtimi dhe përvoja e saj e bëjnë këtë zanat një mënyrë të veçantë jetese, ku puna e lodhshme shoqërohet me kënaqësi dhe ndjenjë përmbushjeje. Sa e vështirë është puna e blegtorisë? Shumë e vështirë, vajzë. Tani në dimër një shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Një ditë nuk paguhet. Shumë e vështirë është në dimër. Po e bukur është? Shumë e bukur. Shumë e bukur. Kënaqësi. Kur pjellin, kur mielin, kur shumë kënaqësi. Të kënaqesh për të shikosh. Të vejli si beber, atë voçkë. Vazhdojmë të ditë. Djalët të vazhdojmë, po dhe unë sa të mundem të ndihmoj. Sa të ke mundësi të ndihmoj. Produktet që merr nga blegtoria i tregton dhe të ardhurat që siguron ndihmojnë në jetesën e familjes. Ky aktivitet nuk është vetëm punë, por edhe një mënyrë për të mbajtur familjen të bashkuar dhe të qëndrueshme ekonomikisht.
Përmeti dhe Memalia ju ndezën në shkëlqimin e dritave festive, duke sjellë gëzim, ngrohtësi dhe emocion në çdo shesh e çdo zemër. Atmosfera festive e krijuar nga zbukurimet e dritat të shumëngjyrshme do t'i shoqërojë këtë muaj këto qytete, duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve, por edhe vizitorëve të ndryshëm. Përmeti u vesh mbrëm me dritën e festave duke na sjellë një atmosferë të ngrohtë e plot gjallëri në zemrën e qytetit. Ndezja e dritave të bredhit festiv ktheu sheshin në një panoramë të mrekullueshme, ku çdo shkëlqim tregonte se fryma e festave ka mbërritur fuqishëm në qytetin e bukurisë. Qindra banor, familje e fëmijë u mblodhën për të festuar së bashku një nga momentet më të dashura të fundvitit. Fytyra të buzëqeshura, lot gëzimi, duartrokitje dhe gëzim fëmijësh, krijuan një atmosferë që nuk përshkruhet me fjalë, por që ndihet me zemër. Në çastin e ndezjes së bredhit, ndërsa sheshi u mbulua nga dritat shumëngjyrshme, Përmeti sikur mori frymë thellë dhe u mbush me magjinë e fundvitit. Meloditë festive, tingujt e këngëve të fëmijëve dhe dekorimet plot sharm e bën çdo moment të duket i veçantë. Fëmijët shijuan lojrat, programet festive dhe surprizat e organizuara posaçërisht për ta, ndërsa të rriturit u bashkuan në gëzimin kolektiv që vetëm festat din ta sjellin. Sheshi kryesor u kthye në një mozaik emocionesh, kujtimesh të bukura dhe urimesh të sinqerta. Përmeti ndriçoi më shumë se kur, jo vetëm nga dritat e bredhit, por nga buzëqeshjet e njerëzve dhe harmonia që mbushte çdo cep të qytetit. Në Memaliaj, mbrëmja ndezjes së dritave të bredhit festiv nuk ishte thjesht një ceremoni rutinë, por një moment i shumë pritur që solli me vete dritë, ngrohtësi dhe emocione të sinqerta. Qyteti u shndërrua në një skenë magjike ku çdo shkëlqim i dritave sikur preku zemrat e njerëzve dhe ndezi ndjesinë e gëzimit që vetëm festat e fundvitit din të sjellin. Sheshi i qytetit u mbush me familje, fëmijë të rinj që pritën me padurim çastin e ndezjes së bredhit. Me të nisur në morimin mbrapsht, atmosfera u mbush me emocion, ndërsa në momentin kur bredhi u ndriçua plotësisht, mbi Memaliaj ra një murmurim gëzimi edhe një duartrokitje që bashkoi të gjithë të pranishmit. Koncerti festiv i qendrës kulturore të fëmijëve Memaliaj i shtoi mbrëmjes edhe më shumë ngjyra. Zërat e kristal të fëmijëve, energjia mbreslënse e animatorëve, vallëzimet dhe meloditë festive pritse se kur. Në ajër ndjej aroma e festës, e shpresës dhe një fillimi të ri. Kjo mbrëmje nuk ishte vetëm një aktivitet festiv, por një kujtim i bukur për komunitetin, një mesazh se gëzimi ndahet, se bashkimi e zbukuron jetën dhe se çdo dritë e vogël ka fuqinë të sjellë ngrohtësi në zemrat tona. Këtu kemi përfunduar të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim.